Theu masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale vjedhja dhe u kap në flagrancë duke vjedhur një automjet tip furgon, vihet në prang nga 53 vjeçari në Vlorë, në kuadër të veprimeve intensive për parandalimin dhe goditjen e rasteve të përsëritura të vjedhjes së pronës dhe pasurisë. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, në zbatim të planit të masave për forcimin e sigurisë publike, kanë intensifikuar patrullimet dhe kontrollet në të gjithë territorin që mbulojnë. Pas informacioneve të siguruara në lidhje me një rast të dyshuar vjedhjeje të një automjeti në fshatin Art, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë kanë organizuar menjëherë punën me qëllim kapjen e autorit. Si rezultati ndërhyrjes së shpejtë të patrullave të policisë, u bë e mundur kapja në flagrancë dhe arrestimi i shtetasit me iniciale RP, 53 vjeç, banues të Vlorë, i cili ishte duke larguar mjetin tip furgon të vjedhur. Nga verifikimet e kryera rezultoi se ky shtetas kishte thyer masën e sigurisë, arrest në shtëpi të caktuar më herët për të njëjtën vepër penale, atë të vjedhjes. Policia po vijon punën hetimore për dokumentimin e plot të këtij rasti, si dhe për të verifikuar nëse ky shtetas është autori i vjedhjeve të tjera të ndodhura më parë në qytetin e Vlorës dhe në fshatrat përreth. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.